Sot do të përgatis domate turshi. Për këtë recet që do të përgatisim sot, do të na duhen 600 gram me domate, 1 tuf majdanoz, 3 speca të tilla djegëse, 1 kokër e plot hudhër, 1 lugë kafeje me limon tost, 1 filxhan çaji me uthull dhe 2 lugë gjelle me krip. Do të na duhen gjithashtu dhe 2 gota të plota me ujë. Në enën ku kam vendosur ujin, këtu do të shtoj kripën. Do të shtojmë gjithashtu dhe limon tostin, uthullën dhe do t'i përzjejmë këto përbërës mirë që të tretet kripa. Domatet mund t'i presim edhe në copë të vogla. Në këtë mënyrë nuk na zën shumë vend në enë, por mund t'i lëmë edhe kështu siç i kemi kokër dhe do t'i bëjmë 2 ose 3 prerje të tilla, që të futet kripa dhe të kriposen me lehtësi. Në këtë mënyrë do t'i presim të gjitha domatet dhe do t'i vendosim në enën e qelçit. Në enë do të shtojmë edhe speca djegëse, do të shtojmë gjithashtu dhe kokrën e hudhrës, tufën me majdanoz. I shtypim pak saj që të fundosen poshtë dhe më pas ujin me uthull dhe krip, të cilin e kemi përzier vazhdimisht që kripa të tretet, me kujdes do ta shtojmë tek ena ku kemi vendosur domatet për t'i bërë turshi. Vendosim ujin derisa të mbushet komplet ena me ujë dhe më pas i vendosim edhe kapakun. Dhe për 2 javë e kemi gati turshin me domate.